Unë, si shumë tjere, kam pa momentin që Zoti Nano është zgjedhur kryeministër i Shqipërisë në periudhën kur veç kishte filluar në një mënyrë ose në tjetër në tranzicioni, por kemi fillu takime, neja, do me thonë, shoqënore, që i bie nga viti 1991. Ashtu. Kemi nejtë shumë bashkë me Fatosin, bashkë me shokët e Fatosit, por atëherë kemi qenë një grupë që rrinim bashkë, për mu ka qenë ajo pjesa e kryesisë dhe Fatosi dhe shokë që rrinim bashkë, ka qenë akademi politike për mu. Sepse ndëgjoja atë që unë se mendoja, që duhet ta ndëgjoja. Ne ishim mësu me dëgju për partinë, për gatishmërinë për luftë, dhe më duke e çuditshme kur ndëgjoja komunikimin mes antarëve të kryesisë partisë, edhe të miqve më të ngushtë që i kishte Fatosi. Po, do me thënë atë periudhë që flisni ju ka qenë Fatosi, ndjeri Fatmir Kumbaro. Po, Fatmiri, Kristaqi, Gzimi, Bashkim Zeneli, Gramoz Ruçi. Gramozi ka qenë gjithmonë me neve dhe preokupimet ishin gjithmonë në kundërshtim me atë që unë mendoja që funksionon këtu. Dhe më thënë, ju pristit një sjellje tjetër dhe gjenit një realitet tjetër? Qapo menon? Jo, unë erdha në Shqipëri në periudhën kur filloj veç tranzicioni, ishin ato ngjarjet e ambasadave dhe kuda di unë, por ka ndiku shumë pozitivisht në formimin tim politik. Pastaj, ajo që e kom njek punën dhe angazhimin e kryesisë së PS-së drejt demokratizimit dhe drejt orientimit evropërendimor.